edhe për shkak të këtyre numrit të lartë të arrestimeve dhe të paraburgimeve dhe të nivelit të lartë që po heton, SPAK është institucioni më i besuar sot që flasim. Nëse reforma do konsiderohet sukses, reforma e drejtësisë, SPAK është një nga faktorët për të tillë, sepse ka arritur besueshmërinë e publikut jo vetëm ngushësisht te pjesa e arrestimit, ka një të veçantë tek prokuria e posaçme apo te gjykata e posaçme, sepse subjektet që janë automatikisht të natyrës me rrezikshmëri të lartë. Pjesë e punës së tyre janë organizatat kriminale që merren me trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike apo të personave që automatikisht i bën me rrezikshmëri shumë të lartë, kështu që do pritet që automatikisht i kesh aty. Pjesa tjetër janë persona të cilët janë me pushtet sot në Shqipëri.